Çdo vit Universiteti Shtetëror I Tiranës I jep degëve të ndryshme të ekonomisë dhe kulturës popullore qindra kuadro të reja. Diplomanti Piero Cipo I Fakultetit Inxhinierisë Elektrike konsultohet me docentin Ali Dedej mbi temën e diplomës së tij, rregullatori elektroionik I tensionit të gjeneratorit sinkron. Studenti Amramjes Edit Logoreci, gjeometër në Ministrinë e Ndërtimit, përgatit diplomën në kujdesin e pedagogës Efigjeni Floqi. Kandidatja për inxhiniere bën një punë të madhe individuale për të paraqitur sa më mirë projektin e saj. Ndërsa studenti Sopot Haçi I Fakultetit Inxhinierisë Mekanike përgatit temën influenca parametrave në elektroimpuls. Në të gjithë fakultetet e universitetit, pedagogët I gjenë pranë diplomantëve, të cilët I drejtojnë për të mbrojtur me sukses diplomat. Pedagogu Dhimosten Verli ndjek rezultatet e punës diplomantit. Këto qaste të bindin se studenti Sopot Haçi ka bërë një punë këmbgulse dhe ka fituar njohuri të shëndoshta shkencore gjatë viteve të studimeve në universitet. Mënyra e sigurt me të cilën ai mbron diplomën dëshmon se diplomanti meriton plotësisht titullin e inxhinierit. Studentën e natës Edit Logoreci ne takuam përsëri përpara Komisionit Shtetëror për mbrojtjen e diplomës. Tema diplomës së saj është shtëpi banimi gjashtkatëshe në qytetin e Korçës. Inxhinieres së re I gëzon pedagogët dhe babai I saj. Në theatrin popullor, ku organizuat ceremonia e dorëzimit të diplomave studentëve të shkëlqyer, asistuan kryetari I Këshillit të Ministrave Shoku Mehmet Sheu dhe anëtarët e Biros Politike Shokët Manush Miftiu dhe Ramiz Alia. Zëvendës rektori I Universitetit Shoku Kol Paparisto e deklaroi të hapur këtë ceremoni solemne. Shoku Hasan Duma, në emër të rektoratit, përshëndet me këtë rast diplomantët e ri. Student e pedagog shprehin gëzimin dhe mirënjohjen për kujdesin atëror të partisë që I rriti, I edukoi dhe I bëri kuadër të vlefshëm. Kryetari I Këshillit të Ministrave Shoku Mehmet Sheu përshëndet të diplomorit në emër të Komitetit Qendror të Partisë, Këshillit të Ministrave dhe personalisht të shokut Enver Hoxha. Ai I uroi atyre suksese në punë për ndërtimin e socializmit në vendin tonë. Le të mbeten këto çaste të paharruara në jetën e diplomantëve të ri, një zotim solemn se ata kurdoherë do të shërbejnë me besnikëri popullit, partisë dhe atëdheu.